Si është ndjerë në fillim kur ka Si kishe marrë Eridiana me terapistët? Kjo është pjesa më e rëndësishme. Kështu kishe kimi, siç themi ne popullorçe me terapistët? Pra u ndjeve kuptuar, u ndjeve. Terapia e parë që kam bërë ka qenë me një zonjë. Edhe mua më duk sikur nuk e mori shumë seriozisht. Më tha që ti vua nga anthi dhe ti do jesh mirë në momentin që ti jesh e lumtur, ti do ndihesh mirë prapë. Po si do jesh ka qenë këtu nuk është fjala e parë që më tha dhe mua bëri pak përshtypje, nuk e kisha atë besimin, si të thuash. Kjo mirë që s'do thaj nga stresi. Po pastaj te terapistja e dytë? Edhe terapistja e dytë nuk më duk shumë profesioniste për atë gjë, nuk më duk se kishte shumë informacion. E treta ka qenë pak më mirë, po unë kam qenë shumë më keq, ka qenë para se të marr mjekimin. Ndërkohë gjatë gjithë kohës, psikologja më tregonte se çfarë ishte ankthi, si është. Dhe unë i thoya se këto i di, domethënë, dhe po më lodhej kohë kaq më përsëriste të njëjta gjëra. Kemi ChatGPT thuaj zemër, kemi ChatGPT. Unë doja të dija si ta menaxhoja, për shembull, u bën gjithë ato seanca dhe akoma unë nuk kisha mësuar as një lloj gjë se si ta menaxhoja. Ma kjo që Eridiana tha. Pra ka 5 muaj që është në mjekim. Eridiana tani ndihesh, sa ke që ndihesh shumë mirë? Pas muajit të parë të mjekimit. Okay. Unë nuk është se jam shumë mirë, nuk besoj se kam arritur të jem ashtu siç duhet, por më mirë se që kam qenë. Po, tani e fundit, sepse kemi dhe histori të tjera, atëherë sugjerimi që ju keni si terapiste për Eridianën është të vazhdoj dhe sa duhet të vazhdoj që me mjekime apo të filloj tani? Duhet filloj, tani që është më e qetë, thash që tani është momenti që ajo të merr në kontroll edhe mendimet, pra në kontroll, se nuk më pëlqen shumë kjo fjala kontroll, por më vjen se është aq shumë e dëgjuar. Pra tani është momenti që ti punosh ato mendimet që i ke më të larta se ç'duhet të jenë dhe që të aktivizojnë ankthin. Që jeta jote të fillojnë të normalizohet, sepse duke punuar mendimin, ndryshon edhe emocioni, edhe sjellja jote kundrejt përditshmërisë. Sa torturuese. Ankthi shumë torturues. Do ta dini që është më shpesh kjo gjë. Domethënë unë e dëgjoj vazhdimisht